Përshëndetje miq të dashur të televizionit Alsat, jati kemi sërish së bashku, por me një format tjetër, me emisionin tonë redaksie, emisionin tonë të përjafshëm, në të cilin ne diskutojmë temat të ndryshme. Dhe temat të cilën ne kemi përzgjedhur sot është marrë shkas dhe nga shumë ndodhit të fundit që ka ndodhur në vendin tonë dhe jo vetëm, por ama një temë e cila nuk është aktuale vetëm tani, por ka qenë dhe fatkeqësisht mendojmë se do të jetë e pranishme dhe në vitet e ardhshme. Bëhet fjalë për dhunën tek fëmijët, por dhunën tek fëmijët drejtuar nga më të rriturit, por edhe ndërmjet bashkëmoshatarëve. Dhe pikërisht për të biseduar me këtë, kemi të ftuar Fatmira Ajdari, e cila vjen nga ambasada e fëmijëve me Gjashi. Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur. Përshëndetje, mirë se ju gjeta, ju faleminderit për ftesën. Kënaqësi për ne. Dhe kolege tona, Xhemazie Rizvani, moderatore e emisionit Ftesë në studio, dhe kolegja Raja Akova, që ju zgjon çdo mëngjes. Faleminderit vajza që jeni në këtë panel diskutimi për të folur për një temë e cila nuk është dhe aq e lehtë, por e domosdoshme gjithsesi. Faleminderit. Faleminderit Argje. Faleminderit. Ne do fillojmë bisedën tonë për të mos e ndërpryer për hapësira publicitare, kështu që pa humbur kohë do shkëputemi tani dhe rikthehemi pas pak për të marrë shtruar, sepse është një temë që me të vërtetë nevojitet kohë dhe mendime të ndryshme për të diskutuar mbi të. Kështu që kthehemi pas pak. Ja të kemi sërish së bashku dhe tema të cilën ne do e flasim, si që thamë, nuk është një temë e lehtë. Por gjithsesi unë do doja që ta filloj me njëherë me mysafirët tona me pyetjen se sa i njohim dhe sa i zbatojmë ne të drejtat e fëmijëve. Do doja që të fillojmë dhe me mysafirën tonë. Besoj se edhe vajzat do kërdohen, ne që jemi të shtëpisë, le ta themi kështu. Ju faleminderit për përparësinë. Të drejtat e fëmijëve e themi si shoqëri sa i njohim ose sa i njohim të drejtat e fëmijëve ne si shoqëri. Për arsye se edhe koha të cilën e masim sa i njohim tash edhe më parë, ka një përmirësim në lidhje me këtë, domethënë me njohjen e të drejtave të fëmijëve si nga ana e fëmijëve, si nga ana e të rriturve dhe institucioneve, por kur vim te ajo se sa respektohen të drejtat e fëmijëve dhe se sa fëmijët e din që me të drejtat e tyre kanë edhe obligime, për shkak se këto shkojnë paralelisht. Nuk mund të kemi shkëputje nga njëra tjetër. Atëherë mund të themi se ende kemi shumë punë për të bërë në këtë drejtim. Do doja era një mendim dhe nga ana jote, duke qenë se je marrë edhe me të drejtat e njeriut në përgjithësi, duke përkapur edhe këtë pjesë, duke qenë se e ke edhe pjesë të profesionit. Argjira, mund të flasim pak në më shumë dimenzione, si që tha edhe parafolësja. Në fakt, nëse shohim në aspektin e ligjeve, në aspektin juridik, ne jemi shumë mirë me ligje. Kemi ligje shumë mirë, rregullojnë situata, bile në disa raste jemi shumë më mirë edhe se sa Kosova, edhe se sa rajoni. Së paku për mu për kodin penal jemi shumë më mirë se sa vendet tjera, për shkak formatit, mirë po që ne qalojmë shumë në zbatimin e tyre. Dhe me thënë i kemi ne, po sa i zbatojmë është muhabet tjetër. Fiks, domethënë problemi në çdo temë e cila është delikate, qoftë dhuna në familje, se këtu te dhuna e fëmijëve përfshim edhe formën e dhunës në familje, kur bëhet nga prindërit apo familjarët, apo ku për dhunën në bazë gjinore. Të drejtat e fëmijëve qalojmë në zbatimin e ligjeve të cilat i kemi. Kjo është për shkak se sjellim ligje për të cilat shoqëria dhe institucionet tona nuk janë të gatshme që t'i zbatojmë, apo na merr shumë kohë derisa të vim te zbatimi, mbetet një pikpyetje që ndoshta duhen organe kompetente për ta folur, mirë po sa i përket të drejtave, fëmijët ju njihen të gjitha të drejtave. Në bazë të konventës për të drejtat e fëmijëve, tash çdo person i cili është nën moshën 18 vjeçare quhet fëmijë dhe interesi më i lartë i fëmijës është primati i çdo procedure, qoftë procedurë gjyqësore, nëse është kurorëzimi, fëmia është ndoshta kryesori, kujt i jepet kujdestaria edhe kështu me radhë, kështu që në aspekt ligjor ne jemi shumë rregull. Sa dim t'i zbatojmë, unë mendoj që qalojmë shumë, edhe kjo është pikërisht edhe prek te edukimi, sepse fillon nga thelbi, ne fëmijët për shumë gjatë kohë, unë kam qejf shumë t'i referohem kanunit të lek Dugaxhinit, mirë po pak a shumë ne kemi të rrënjëzuar edhe jemi të mishruar me atë sistem, aty fëmia nuk ka pas një rol në familje. Nën babai ka vendosur për çdo gjë, ka vendosur edhe për martesë, për jetë, për vdekje, për fëmijët, edhe ka marrë shumë gjatë kohë që fëmia të jetë subjekt në një shtëpi, edhe në fakt i dëgjohet zëri. Kjo nuk është vetëm tek ne, në tërë botën të drejtat e fëmijëve, vrasja e fëmijës nuk është konsideruar vepër penale deri shumë vonë. Domethënë nuk e di në shekullin 19, me sa e di nuk është konsideruar vepër penale. Dhe kjo tregon shumë.
Po, sepse pak a shumë të drejtat e grave me të drejtat e fëmijëve lëvizin në një hap të ngjajshëm, mirë po sot ne i kemi ato në kulminacionin e tyre. Çka mendoj është ajo që ne nuk i dim në fakt edhe pasojat nga mos respektimi të drejtave të fëmijëve, edhe nuk dim që edhe ata janë persona të veçantë, nuk janë pronë e prindërve, sidomos kjo duhet theksuar se nuk ka më të drejta prindrore, por kjo duhet transferuar në përgjegjësi prindrore, sepse prindi vendos ta sjell në jetë fëmin, mirë po kjo nuk nënkupton që ajo është pronë, ose ajo është pronë e prindit e mund të bënë çdo don me fëmin, po ai ka vetëm përgjegjësi që ta arrit deri në 18 vjet dhe të përkujdeset edhe sipas obligimeve ligjore. Ndërkohë, Xhemi, nga ty dua një aspekt tjetër. Je vetë nën të një djalë të vogël të mrekullueshëm, që ne kemi shumë gjanë, dhe sa mendon ti se ti vetë si prindërit e tjerë me të cilët ke pasur kontakt, apo ndoshta edhe vetë fëmia jytë apo dhe fëmijët e tjerë, i njohin këto të drejtat e tyre dhe ndoshta ndonjëherë dhe kërkojnë që kjo është e drejta ime, kështu që unë do e bëj kështu sepse Konventa për të drejtat e fëmijëve e shkruan që unë mund ta bëj këtë gjë. Është e vërtet kjo pjesë, se era foli nga i aspekti, do me thënë se si të rriturit duhet t'i zbatojnë disa ligje që janë vënë për t'i mbrojtur fëmijët, por unë kam pa vetë në teren që fëmijët nuk janë të vetëdijshëm që ekzistojnë ligje që i mbron ata. Dhe pse nuk janë të vetëdijshëm? Sepse prindët së pari nuk u kanë tregu për shembull se unë po të trafty ose po të godas ose po të të bëj ndonjë sulm verbal, ti mund të më padisësh mua, për shembull, diku. Dhe pse je fëmijë? Po, për shembull. Ose jo domosdoshmë duhet të jetë nëna, po ta parapërgatis në raporte me botën e të rriturve, kur do të rinë rrethet të caktuara, për shembull. Mësuesi në shkollë nuk i thot fëmijës, nuk i tregon që ekzistojnë ligje që i mbron ata, dhe pa marrë parasysh kush është ky personi në lidhje të ngushta familjare, është e rekomandueshme që ai ta paraqes edhe të mbrohet. Dhe asesi të mos toleroj dhunë, sa i përket ligjeve kjo, por unë mendoj se problemin më të madh ne kemi në identifikimin e dhunës, çka quajmë ne dhunë. Do me thënë, kur shkojmë te kjo, si me thënë, këtu na shfaqen probleme. A dim ne ta identifikojmë dhunën? Se nëse baba na e ras një shpull, ne mendojmë se baba e ka hak shpullën, ajo nuk është dhunë. E kemi normalizuar këtë gjë. Nëse na shan, nëse na fyje, na bullizon një antar i familjes, ne nuk e identifikojmë atë si dhunë, se ne themi, jemi mësuar me motrën, me vllajën kështu, nuk e quajmë dhunë, po e quajmë raport intim, familjar, rutinor, i zakonshëm. Do me thënë, ne ndryshe nuk dim të sillemi. Dhe prej këtu mendoj se është krejt rrjedha e problemeve të mëvonshme, të cilat në një moshë më vonë shpërthejnë nëpër masa ndoshta më të mëdha, më të dëmshme, më të pa menaxhueshme, domethënë nuk arrim më t'i menaxhojmë sepse kanë eskaluar fatkesisht. Sa shpesh mendon se është dhuna tek fëmijët, qoftë do doja pra siç e thashë në fillim ta përkapnim në të dy aspektet, qoftë nga të rriturit, por qoftë edhe nga bashkëmoshatarët. Ne për shembull vetëm te redaksia dhe te emisionet tona kur i diskutojmë ato mbledhjet mëngjes, gjithkohës themi kësaj jave ka pas dhunë, të marrim dhunën. Kësaj jave pati një rast u vra një grua, të marrim temë dhunën, se zakonisht ne sinkronizojmë temat me ngjarjet e cilat kanë ndodhur brenda javës. Dhe ne më së miri e dim që dhuna ka qenë, nëse kërkohet një fjalë kyçe që e ka përshkruar më shumë mbledhjet tona dhe emisionet tona, është fjala dhunë. Dhe pse është fjala dhunë? Sepse dhuna është kudo rreth nesh, thash, është kudo rreth nesh, është shumë e pamenaxhueshme. Unë kisha disa mysafir, për shembull nga Suedia, të cilët më treguan se kanë shumë letërsi për fëmijë, kanë shumë libra për fëmijë, kanë shumë libra mbi kafshët, edhe është, do me thënë, ato e parandalojnë në kësaj lloj forme dhunën, duke bërë letërsi për fëmijë, duke mos moralizuar, nuk bën të shash, nuk bën të fyesh, nuk bën të ofendosh tjetrin, nuk bën ta godasësh tjetrën, por ka bërë një tregim që ti vetë ta kuptosh në fund se po e ofendove dikë, cilat janë pasojat. Do me thënë, bëj shumë letërsi edukuese, gjë të cilën te ne nuk e bën. Doja të ndalesha një sekond këtu tek letërsia dhe pastaj të vazhdojmë me pjesën tjetër të pyetjes. Tek letërsia, meqense dhe merresh dhe me letërsi shumë, a mendon se kanë letërsinë për fëmijë tek ne tregime apo libra të cilat trajtojnë ndoshta dhunën në këtë formë?
Apo Ka, kemi po një janë shumë të mungesë në këta? pakta, sepse shtëpitë botuese kohëve të fundit nuk mendoj se merren me tema bullizimesh, po merren ma shumë me tema, me vjesha të cilat në fundit nuk kanë asnjë mesazh, për shembull, thjesht është komercializuar gjithçka, është komercializuar libri për shembull, përkthen një vjesh nga një gjuhë e huaj edhe cili është qëllimi, ilustrimet, bukur, okej, do me thënë, Brenga e Breshkës ishte një libër që botoi Vjollës Berisha, e cila në thelb trajton bullizmin. Po ka vjesha të shkrimtarëve më herët, të cilat janë panjohur, ndoshta te ne, për shembull, Agim Deva është një shkrimtar shumë i mirë, ka plot shkrimtarë të cilët kanë shkruar mbi këto tema, po që tash konsiderohen pak si demode. Për shembull, aty ka pasur Gjela rritet një herë tjetër, është një temë e cila të mëson se si ta trajtosh ti personin i cili nuk është i pasur sa ti, nuk është një niveli për cilit ti vjen, për shembull, është ndryshe, po të mëson ta trajtosh si njeri. Ta jep panoramën e Gjelës që ti ta mirëkuptosh se Gjela nuk ka, sepse nuk i punon baba, sepse baba gjithë ditën rrin rrugë, pret të vije dikush ta marrë të punoje. Do me thënë janë këto tema të ndihshme të cilat nuk i gjejmë fatkeqësisht nëpër shkollat tona, sepse tekstet me të cilat ne punojmë nuk janë edhe gjithaq edukuese, nuk kanë në thelb edukatën, edukimin. Kuptoj. Ndërkohë të doja një mendim edhe nga ju, duke qenë se edhe në ambasadën me Gjashi, kjo është kryefjala, dhuna tek fëmijët. Sa e shpesht mendoni se është? Pikërisht, pajtohem me parafolsen për arsye se dhuna të ne si shoqëri është e përhapur kudo. Nuk mund të themi se ne nuk mund të kërkojmë nga fëmijët të sillen sikur ato jetojnë të rrethuar me xhame. Do më thënë, ato janë pjesë e shoqërisë. Edhe përderisa të ne normalizohet në çdo aspekt dhuna, edhe qoftë ndonjë shuplak, ose qoftë diçka tjetër, ose fjalë ofenduese, normalizohen nga të rriturit, atëherë çfarë presim ne nga fëmijët? Ato janë pjesë e shoqërisë. Përderisa para disa ditëve glorifikoheshte, do më thënë, ushtria, armët në shkollë fillore, çfarë bëjmë ne atëherë? Çfarë presim prej fëmijëve? Gjithnjë e më tepër, empatia është them ajo ndjenjë që është në zhdukje tek fëmijët. Në programin për arsim paqësor, në të cilin domethënë jam edhe punësuar, ne promovojmë vlerën e empatisë. Sa ne bashkëndjehemi me ato fëmijë të cilët nuk i kanë mundësitë e njëjta se ne. Sa ne shoqërohemi me ato fëmijë që nuk i kanë të njëjtat karakteristika si ne. Fatkeqësisht numri është në rritje i dhunës dhe për këtë mendoj se jemi përgjegjës ne si shoqëri. Ajo që është problem është se ne faji është, ne i themi, i shkret. Kërkush nuk don ta. Edhe përgjegjësia është e njëjtë. Përderisa ne si shoqëri, të gjithë, qoftë si institucion, qoftë si prindër, qoftë si shoqëri civile, nuk ja japim hakun e asaj që ne të veprojmë siç duhet. Jo me fjalë. Përderisa ne themi mos shaj, ndërkohë shajmë, atëherë cili është mesazhi edhe çfarë do të veprojnë fëmijët. Për shembull, mund ta cek se vetëm në 6 mujorin e parë, në linjën për fëmijë dhe të rinj, janë paraqitur 123 raste. Prej 123 rasteve, të gjithë kanë pasur kanë kërkuar mbështetje në aspektin e shëndetit mendor. Shëndeti mendor është një sfidë e kohës e cila paraqitet. Edhe ato mandej pasojat manifestohen në mënyra të ndryshme. Dhuna fizike është e fundit që ne e shohim, por realisht derisa ka arritë dhuna fizike ka një rrugë të gjatë derisa do më thënë të vi puna deri tek dhuna fizike. Do doja të ndalesh tek SOS linja. Diçka shumë e bukur, do thoja, në vendin tonë, fatkeqësisht sipas me jo shumë e njohur për të gjithë, por gjithsesi është një linjë ku mund të lajmërohen të gjithë fëmijët, apo jo. Më tregoni pak si funksionon. Ndoshta edhe për ata që nuk e dinë, ndoshta mund të paraqiten, do kemë më tepër informacione, ju lutem. Po, zakonisht linja SOS ne e kemi riemëruar edhe e kemi bë më të kapshme për fëmijët me emrin allobushavko.com. Nëse e shënojnë këtë, të më thënë, në internet edhe mund edhe të dërgojnë mesazhe, edhe të komunikojnë në mënyrë virtuale, që
ajo është mënyra, nga analizat tona, ajo është mënyra më e kërkuar të fëmijët dhe të rritë. Mund të kontaktojnë operatorët të cilët punojnë në këtë linjë dhe është 24/7 aktive, falë vullnetarëve të cilët e bëjnë këtë punë, për arsye se, domethënë, ajo që e bën më karakteristike dhe më të kapshme për fëmijët është se mund të paraqiten në çdo kohë dhe në çdo kohë do të kenë një përgjigje, domethënë, ose mbështetje, ose përkrahje, ose udhëzim në aspektin në të cilin kërkojnë mbështetje. Dhe duhet theksuar se këto telefonata janë totalisht diskrete dhe janë, do me thënë, ruhet identiteti i tyre, sepse mendoj se një frikë që mund ta kenë fëmijët në këtë rast është se mos mirret vesh, le ta themi kështu më troç. Po, ne nuk i publikojmë emrat e atyre të cilët paraqiten për ndihmë. Do me thënë, në atë aspekt janë gjithmonë të mbrojtura të drejtat e fëmijëve dhe atyre të cilët lajmërohen në emër të fëmijëve. Ambasada e fëmijëve, do me thënë, me linjën Alo Bushavko është si ndërmjetësues edhe këshillëdhënëse në lidhje me problematikat të cilat mund t'i kenë fëmijët. Për shembull, ndoshta ne nuk e kemi atë mundësinë që ne të veprojmë si institucion, për shembull si Ministria e Arsimit ose Biroja për Zhvillimin e Arsimit ose por që ne ato ankesa që vinë deri tek ne, deri tek linja, ne i përçojmë te institucionet përkatëse dhe institucionet përkatëse mandej veprojnë më tutje, varësisht nga problematika e cila paraqitet. Por, nëse paraqiten fëmijët ose të rriturit në emër të fëmijëve, padyshim që kjo është anonime edhe domethënë këshillohen për atë se çfarë kërkojnë ndihmë dhe përkrahje. A mund të më thoni ndonjë statistika, kërkojnë më shpesh fëmijët ose kërkojnë të rriturit në emër të fëmijëve? Më tepër, gjatë gjithë kohës, më tepër kemi pas të rritur në emër të fëmijëve. Mirë po, 2 vitet e fundit, për shkak të ndryshimeve që kemi bë në lidhje me këtë linjë, që t'jetë më e kapshme për fëmijët, kemi edhe të rinj të cilët paraqiten në këtë linjë. A janë këto të rinj fëmijë të cilët kërkojnë ndihmë me vedije edhe të prindërve, ose janë ndoshta edhe fshehura si për të paraqitur qoftë edhe dhunën fizike, siç edhe e tham, apo dhunën verbale ose ndonjë formë tjetër? Dhunën fizike paraqesin krejt hapur, se ajo duket. Ndërsa dhunat, ajo që është më e rrezikshme, mendoj e kohës, është se dhuna kibernetike. Për arsye se përderisa format e tjera të dhunës ose para rrjeteve sociale, ne nuk kemi ka ndodhur diçka, po në oborrin e shkollës ose gjatë rrugës për në shkollë dhe anasjelltas dhe ka mbaruar. Mirë po tash është 24 orë. Vazhdimisht. Edhe ajo, domethënë, dëmi është edhe më i madh nëse nuk parandalohet ose po nëse nuk ndërpritet. A na të njëjtin mendim era se dhuna tek fëmijët të fokusohemi është e pranishme 24 orë me të gjithë kushtet të cilat i kanë sot fëmijët? Argjëra patjetër, sepse interneti ka bërë që të jemi gjithkund në çdo kohë edhe të kemi qasje në çdo pikë të botës, edhe shohim çdo formë edhe në një formë edhe motivohemi, pastaj fëmijët motivohen nga ato forma të krimeve të ndryshme. Ne gjithashtu ka pas kolegu jonë një kronik shumë të bukur që tregonte se armët e ftohta shiteshin në tregjet tona në mënyrë të hapur edhe pa kërkuar as mjet identifikimi për moshë ose diçka të tillë. Problemi tek fëmijët është që ata janë kategoria, do të them, më vulnerabile e shoqërisë, sepse nuk kanë formë që vetë t'i ikin dhunës, janë të varur nga prindrit, janë të varur edhe nga rrethi, edhe ata shfaqen edhe si viktima indirekte të dhunës në familje. Sepse kur flasim për dhunën e të rriturve, një pjesë e madhe e fëmijëve janë viktima të dhunës familje, sidomos në mënyrë indirekte, sepse vuajnë pasojat nëse njëri prind është viktim. Neglizhenca edhe braktisja është edhe vepër penale e fëmijës, por neglizhenca vret si formë e dhunës ku prindrit nuk kujdesen për atë fëmijë ashtu siç duhet. Kurse sa kemi dhunën ne është fatkeqësi, edhe unë nuk di, unë ende si jam prind, po nuk e di se në çfarë shoqërie dhe se si do të mundemi të rrisim ne gjeneratat e reja, sepse unë s'jam gjenerat që ndoshta kam përjetuar shumë dhunë, po djemt ndoshta janë rraf ndërmes veti, po ka qenë gjithçka e qetë dhe është e i kalu, janë pajtu pastaj, po për masat cilat i ka marrë dhuna tash, janë realisht
normalisht të frikshme. Edhe nuk e di përse, po si duket fëmijët mendojnë që nuk kanë përgjegjësi. A është kjo arsye prindrit nuk ja u japim këtë njohuri që nëse ti bën diçka dhe ajo është vepër penale, ti ke përgjegjësi. Dhe në fakt masat nuk janë aq të lehta për fëmijët, sepse edhe burgu është dënim për fëmijë, edhe fëmijët mund të shkojnë edhe në burg. Si trajtohen këto çështje në aspektin penal? Në aspektin penal, fëmijët tash me Konventin për të drejtat e fëmijëve, kemi ligjin për drejtësinë për fëmijën në Maqedoni, edhe aty fëmijët kategorizohen. Fillimisht tash çdo person deri në moshën 18 vjeçare konsiderohet fëmijë, deri në moshën 14 vjeçare asnjë individ nuk ka përgjegjësi penale. Që ne kuptojmë, deri në moshën 14 vjeçare nëse kryhet ndonjë krim, ai nuk mund të merr përgjegjësi individuale sepse mendojmë që ata fëmijë nuk dinë ta ndajnë të mirën dhe të keqen. Mund si pasojë të merr prindi kompenzim dëmi, po jo me humbje lirie. Nga mosha 14 deri në moshën 16 vjeçe, nëse kryen kundërvajtje apo vepra penale, janë masat e entit, dhe këto masa ka disa që është qortimi, nëse është vepër e vogël, ndoshta ndonjë vjedhje shumë e lehtë, nëse mendohet që fëmia do ta kupton gabimin që ka bërë qortimi. Më pas i kemi masën e mbikëqyrjes, kjo i dedikohet më tepër familjes, prindërve që më të ushtrojnë mbikëqyrje të përforcuar ndaj fëmisë, dërgimi në shtëpi edukuese dhe është masa e fundit e entit që është masa më e rëndë, është dërgimi në shtëpi edukuese përmirësuese. Ne në Maqedoni për djemtë e kemi në Vollkovi, kurse për vajzat fatkeqësisht e kemi në Idrizov, në repartin e grave. Çka nuk kupton kjo është si formë e burgut, është me heqje lirie dënimi, pra ata shkojnë rinë aty 24 orë, por që kushtet i kanë shumë të mira. Unë kam qenë për vete në Vollkovi dhe janë kushte shumë të mira në raport me burgje tjera të cilat ne i kemi. Ata aty kanë punëtori, që të mësojnë zanate, kanë kuzhinë, ndonjëherë drejtori i çojnë edhe në pishina për dalë, shkojnë edhe vizitojnë familjarët, sepse nuk është burg. Kjo nuk është burgu i fëmijëve është në Ohër. Prandaj këta kanë një formë edhe lirin për të dalë me orare të caktuara, por edhe detyrimin për të ndejtë brenda. Edhe kur kam qenë unë, një fëmijë kishte talent për DJ, drejtoria e burgut kishte mundësuar me një dhomë vogël me laptop, me DJ, me gjëra që ai ta kultivon atë, sepse fatkeqësisht fëmijët që janë aty nuk dinë as shkrim lexim. Dhe është më pas dënimet. Kemi dënimin me burg, që është burgu në Ohër i dedikuar për fëmijë, dënim me para, me gjop. Ky dënimi me para nuk e paguan prindi, e paguan fëmia. Nëse nuk mundet në para, mund bëhet të konvertohet në punë në dobi të përgjithshme. Edhe kemi ndalimin e drejtimit të automjetit, që fëmijët zguzojnë të drejtojnë automjet, deri në moshën 18, po drejtojnë fatkeqësisht. Dobimin e të huajt nga vendi është tjetra. Kështu që ka të gjitha, pothuajse të gjitha dënimet, sanksionet të cilat janë për të rriturit, vlen edhe për fëmijët. Normalisht në mënyrë të modifikuar, për shembull, dënim me burg nuk mund të vuajnë më shumë se 10 vjet. Do të thënë nga mosha 16 vjeçare, nëse kryejnë vepër penale, ata mund dënohen me burg, gjë që duke u referuar edhe rastit që ndodhi në Tiranë, që ishte një rast i mërshëm, shumë morbid. Në Shqipëri ligjet janë të ndryshme. Atje fëmijët mund të shkojnë në burg nga mosha 14 vjeçare, edhe mund të marrin dënim maksimal prej 12 vjetëve. Pra shohim lëvizjet se si ka Shqipëria, si ka Maqedonia, këtu te ne konsiderohet që prej moshës 16 vjeçe është e përshtatshme që fëmia të shkon në institucion ndëshkues korrektues ose apo në burg ndryshe. Sa jeni dakord me këto masa? Unë do ndalem të kjo pjesa që ne ma shumë jemi për të ndëshkuar se sa për të edukuar. Se sa për të Zonja Fatmire parandaluar. përmendi glorifikimin e armëve në një shkollë, për shembull rast që ndodhi ta shpejt edhe u bë çështja. Dhe çfarë bëri Ministria e Arsimit? Ministria e Arsimit njëjtë ishte e përgatitur, domethënë, për të çuar personat që të fëmijët identifikohen si personalitete që si me thënë, japin dhunë me pendreke, me armë, do me thënë, dërgoj policin në shkollë, që si mesazh është përkthyer te fëmijët se okej, ne kemi bërë diçka shumë të keqe. Fatkeqësisht kanë qenë, unë nuk jam dakord me atë që janë përdorur armët, për shembull, po nga ana tjetër edhe trajtimi nuk ka qenë korrekt, do me thënë, se si mënyra se si është trajtuar, se si është dërguar policia. Fëmijët në këtë rast çka bëjnë? Ato nuk e dinë çka ndodhin, vetëm e dinë që janë bërë pjesë e lajmeve dhe nuk e kuptojnë pse. Sa ato aq kuptojnë, do me thënë, ne kemi dalë në lajme, pas kemi bërë një gabim, sepse dikush nuk na ka, si me thënë, nuk na ka përgatitur mirë, dhe nga ana tjetër ne shohim që policët pas kanë ardhur te shkolla. Pse kanë ardhur? Se ne pas kemi bërë diçka gabim. Ndëshkim nga të dyja anët dhe kërkush nuk merret me edukimin. Do me thënë, ti mësojnë se ti në shkollë nuk guxon
qoftë edhe lodër plastike, nuk guxon ti të marrësh armë vete. Jo vetëm në shkollë, jo vetëm në shkollë. Gjithmonë Unë për vete tjetër. jam shumë kundër edhe në shtëpi. Do me thënë shoh fëmijëve që jepen dhurata, pushka e pistoleta e ku ta di unë çka, kur ke një mori opsionesh të tjera, dhuratash e lodra që mund t'i japësh. Kështu që Patjetër, po. jo Megjithëse domosdoshmërisht fëmijët vetëm në për shembull shkollë. janë të obsesionuar pas armëve, sepse ajo tjetra rrjetet sociale, media online e ka bërë të veten duke ofruar lojra shumë të dhunshme, duke ofruar lodra shumë të dhunshme, kukullat të cilat janë shumë të frikshme, gjëra të cilave nuk ke si u ik, nuk ka mundësi edhe unë si prind u ik, për shembull, pavarësisht që synojnë maksimum që mos, po megjithatë nuk ke si u ik. Desha të theksoj edhe, domethënë Ministria e Arsimit në disa vende quhet Ministria e Edukimit dhe rasti në fjalë, megjithëse ende nuk ka një përgjigje se si do të vijojë më tej, ka mundur ta zgjidh thjesht me këshilltarët pedagogjik, se në fundit për atë dhe janë të angazhuar, që t'i këshillojnë arsimtarët, do me thënë në të ardhmen se si duhet të veprojnë, dhe asë si të mos merret policia me një rast në cilën të atakuar janë fëmijët, janë në shënjestër fëmijët, dhe si që tash janë më të pafajshmit. Kur jemi të edukimi, këtu rol të madh në shkolla mendoj se ekziston një raport shumë i acaruar mes profesorëve dhe prinderve. Ai tregon që magjik që ne kemi mësuar në shkolla, i cili jo vetëm që nuk funksionon, po kur vin prindi, arsimtarët pozicionohen sikur u ka ardhur armiku. Dhe kundërta, domethënë, çfarë do që të thotë arsimtari, prindi pozicionohet sikur është një armik që flet. Për shembull, nëse ti thu djali jot e ka shajt filan nxënësit, thotë djali jam nuk shan asnjëherë. Unë asnjëherë nuk e kam dëgju. Ose jo e ka mësu, ky e ka mësu ai se ne në shtëpi nuk shajmë, ne në shtëpi nuk e përdorim, ne në shtëpi kështu. Këto janë raste me cilat unë jam ndesh për shembull në jetë, kur kam qenë në arsim e përfshirë, edhe ti e paraqet një herë, dy herë edhe nuk ka rezultat, nuk ka bashkëpunim. Këto raporte duhet të zbuten fillimisht, domethënë duhet të sociolog, psikolog të punojnë një në zbutjen e raporteve prind arsimtar, se në fundit të dy palët qëllimin e kanë të njëjtë. Që mos na shkojnë mit kot, domethënë si në rastin me shkollën që ka ndodhur. Dhe një diçka tjetër, burimi i dhunës në shkolla ku është. Një diçka që unë e kam bërë dhe që mund ta bëjnë edhe arsimtarët të tjerë. Për shembull, tualetet në shkolla janë vendet në cilat nëse je profesore i shfemër, nuk guxon të futesh te tualeti i meshkujve. Është një lloj stereotipi që nuk e di pse, se ti ke nxënësit kanë moshën e fëmijës tan, për shembull. Ti trajton si fëmijë ata. Edhe unë për shembull jam fut brenda, sepse aty është bullizmi më i madh. Çka nuk ndodh në tualetet e shkollave? Vendet më jashtë kontrollit, që nuk i kontrollojnë arsimtarët, janë tualetet. Edhe unë do kisha thënë që aty duhet të ketë kujdestar, që do rihen brenda gjithkohës, edhe te vajzat, edhe te djemt. Mundësisht nëse janë përbashkëta do ishte më mirë, se nuk e di ndoshta arsyeja pse i ndajnë tualetet. Nuk e di, ndoshta edhe kjo ndikon në trajtimin e keq mes njërës palë dhe tjetrës, po megjithatë burimi i dhunës në shkolla aty fshihet te tualetet. Hyni lirisht, do ju kisha thënë të gjithë arsimtarëve, sepse shumica e meshkujve të shkolla ku isha unë mendonin se hajtë se këtu s'futen arsimtarët, profesore isha të femra, edhe kur e panë që mundeshka, shumë se ende parandalohen. Aty çka s'ndodh? Domethënë, ka dhunë, ndaj një ushtrohet dhunë, e marrin një djalë për shembull, një rast që e kam dëgjuar, edhe kam provu ta dhunojnë në tualet, për shembull, ka ndodhur në shkollat tona, ka qenë e paraqitur. Çka s'ndodh? Aty fillohet cigaria, aty cigaria, fillohen lëndët tjera, tash lirisht mund të flasim edhe për narkotikat, kanë filluar shumë herët fatkeqësisht. Deshëm apo s'deshëm ne ta pranojmë, klasa e 6, e 7, e 8, e 9 ma, domethënë pothuajse është e futur në të gjitha shkollat. Janë gjërat për cilat ne flasim, kur janë fëmijët tonë, na djeg shumë, por duhet na djeg si shoqëri, domethënë, nëse kemi për qëllim ta përmirësojmë shoqërinë, duhet të bashkëpunojmë të gjithë, arsimtar, drejtora shkolle, prind, të kontrollojnë çantat domosdo, sa herë që futen në shkollë për shembull. Pse mos ta kontrollosh në shtëpi? Ai e non, merret çantën e fëmijës, shifet çka mban, çka s'mban. Unë për shembull vllaut tim të vogël ja kam kontrolluar telefonin deri vonë, vlla e kam pas, se ka pas një moshë që mund ta kisha edhe fëmijë. Pse mos t'ja kontrollosh telefonin? Domethënë ti je tutori aty.
mbikëqyrës, kontrolloje deri në fund, edhe ndërmer, nuk është që ti mund t'i bësh diçka, po të paktën mund ta korrigjosh situatën nëse e gjen në hapa që mund të korrigjohet diçka. E shi dhe zonjë Fatmire që gjatë gjithë kohës ishte po duke pohuar të gjithë atë që ishi duke thënë. Po, në aspektin, pajtohem në aspektin e asaj se fëmijët janë kategoria më e ndihshme, edhe gjithçka thyet tek ato. Realisht, momenti i edukimit, komponenta e edukimit në arsimimin ton është neglizhuar kohët e fundit. Arsyet janë të shumta. Një nga arsyet është se mësimdhënësit janë të ngarkuar me atë pjesën administrative, me përgatitjet, me domethënë më tepër janë si administrator se sa e kanë pjesën të mund ta realizojnë orën e mësimit me sukses. Është interesant fakti për arsye se ne si shoqëri trekëndëshin të cilën e përmende nuk është ma trekëndësh, për arsye se e kemi edhe rrjetet sociale. Domethënë ne nëse nuk e marrim parasysh që përveç Edhe nuk ka më për shembull arsimtarë shumë të paktë janë që punojnë në punën e edukatës. Domethënë nuk e kemi më të lehtë të themi edukata e fëmijës duket se ka marrë te shtëpia. Jo, edhe ti je obliguar ta edukosh atë fëmijë. Ka një pjesë të konsiderueshme në shtëpi. Mirë, po jo të gjithë fëmijët Barën kanë i jalon shtëpisë. fatin që të kenë prindër, domethënë qofshin profesor ose arsimtar, ato e zgjedhin profesionin e tyre. Prindrit, fëmijët nuk e kanë fatin ta zgjedhin prindin e vet. Edhe tash ne çfarë të bëjmë për ato fëmijë të cilët nuk kanë prindrit e tyre informacione, nuk kanë edukim adekuat, ndoshta edhe jetojnë në një hapësirë ku ka dhunë, si të veprojnë ato? Ekzistojnë shkollat. Po, shkollat janë institucionet. Proces edukativo arsimor, apo jo? Po, komponentën edukative ne e kemi neglizhuar edhe atë në një masë të konsiderueshme. Çfarë është e rëndësishme? E rëndësishme është që fajin mos ja hedhim jo arsimtari, jo psikologu, jo pedagogu. Por të gjithë ne, si individ, në cilën pozicion të jemi të kontribojmë për përmirësimin e situatës. Për arsye se ne themi shërbimi profesional, në rregull shërbimi profesional, po nëse ne bisedojmë për shkolla me 1500 nxënës, me një psikolog, mendoj se ajo është më pak se e mjaftueshme, për arsye se mandej kur jashtojmë edhe punën administrative të cilën e ka psikologu, kur do të vije koha që ato të bisedojnë me nxënësit për tema të rëndësishme. Këto aspekte, do me thënë, shërbimi profesional duhet të jetë në proporcion të drejtë, do me thënë, me numrin e nxënësve. Mandej, nuk është se arsimtarët mund të thonë, po jo, e kemi shërbimin profesional. Nuk është punë e jona, ne nuk kemi kohë të merremi me atë. Realisht edhe nuk ka. Nëse e marrim, domethënë, ta realizoj plan programin ditor. Mirë po, cila është primare? Primare është ajo që ne duhet kemi edukatën paralelisht me arsimimin. Po, dhe kryesorja prioritet të jenë fëmijët. Fëmijët të jenë prioritet edhe të punohet në këtë aspekt. Edhe një gjë, më falë se është e rëndësishme që psikologu, shërbimi profesional, të mos tregohet ashtu si që deri tash është shprehur. Kush bën probleme shkon te psikologu. Po. Fëmijët, të gjitha hulumtimet të cilat bëhen, janë se fëmijët kërkojnë shëndeti mendor është do me thënë diçka që me të vërtet ne duhet ta marrim si prioritet për trajtim. E tash ato e shprehin nxënësit se nuk kanë me këtë flasin nëse kanë ndonjë problem i cili ato i shqetëson. Qoftë ankthi ose frika ose nëse nuk kanë afërsi me prindin, nëse nuk kanë afërsi me psikologun, me arsimtarin, atëherë Por gjithsesi kjo nuk duhet që të jetë arsyetim i dhunës ndaj bashkëmoshtarëve të tjerë. Ne gjithsesi do e bëjmë një shkëputje të shkurtër tani për të rikthyer me pjesën e fundit të emisionit.
Ja të kemi sërish së bashku dhe ishim duke folur edhe për dhunën tek fëmijët, kryesisht nga bashkëmoshnatarit e tyre. Do doja që dhe pyetja përfundimtare për këtë bisedë sot të jetë se çfarë mendoni ju, prej ku bëron ky mlef që kanë fëmijët ndaj bashkëmoshnatarit të tyre që sjell deri tek dhuna? Do e filloja sërish me ju. Disa herë theksova, do me thënë, ajo që duhet bëhet me fëmijët është rritje, i din të drejtat e tyre, të din edhe përgjegjësitë e tyre. Të rriten në vlerat shoqërore të cilat janë, për shembull, kujdesi për tjetrin, të pranojmë tjetrin, të rrisim empatin, edhe në këtë mënyrë mendoj se do të zvoglohet dhuna tek fëmijët. Edhe ne si të rritur të jemi shembull për ato se si nuk, do me thënë, zvoglohet dhuna e nuk rritet dhe nuk promovohet dhe nuk glorifikohet. Pajtohem plotësisht. Gjemi? Burimet e dhunës janë gjithandej. Thash, fëmija kur lind është një tabula rasa, do me thënë është një kështu drasë e bardhë, në të cilën s'ka kur gjë, dhe pastaj nëse japin dhunë kanë marë. Nëse kanë marë dashuri do japin. Tash ka dhe përjashtime njerëz të cilët përmes arsimimit arrin të zbusin atë, si me thënë, të sofistikohen edhe atë dhunën për shembull që kanë përjetuar si të vegjël, arrin që ta menaxhojnë përmes leximit, përmes vetëdijsimit, përmes ushtrimeve që bëjnë me vetveten dhe arrin që të përsosen edhe të mos jenë njerëz të rrezikshëm për rrethin në përgjithësi edhe të vazhdohet jeta, se ne nuk vim krejt, po të marrim tani ne tregojmë rastet tona nga fëmijëria, të gjithë kemi përjetuar një lloj dhune. Kemi përjetuar ndoshta edhe dhunë fizike. Nuk është diçka e panjohur dhuna për shoqërinë shqiptare, dhe kjo është problemi, domethënë normalizimi i dhunës që përmendi. Normalizimi i dhunës te ne është një diçka me të cilën duhet të merremi shumë gjatë, se nuk është normale me ta ras baba shpull, nuk është normale baba me qyrtun, nuk është normale nana me ta ras papuçe, edhe në këto terma të cilat ne themi s'ka më të mirë se papuçja e nanës. Jo vëlla dhunë është, pavarësisht sa e mirë mund të jetë është dhunë megjithatë. Gjemi, meqense përmenda edhe më herët parandalimin, a mendon se fëmijët duhet që të në atë mënyrë që të kenë frikë që të mos rrahin tjetrin, ose duhet të jenë me atë idenë që nuk duhet të rrahin tjetrin sepse pse të rrahin tjetrin? Shembujt më të mirë i marrim brenda shtëpisë, domethënë, krejt ne kur shkojmë të bëjmë pazarin, mënyra se si zihemi me shitsen, ne japim një shembull për shembull fëmijës. A kemi pas të drejtë apo jo? Nëse ne e ka përcejmë radhën, ai thjesht e shef fëmija për shembull. E shef edhe atë që është sjell gabim edhe atë që është sjell korrekt. Problemi më i madh është që ne fëmijën e marrim si jo inteligjent, po sa dim fëmija themi nuk dim fëmija. Sa dim fëmija nuk dim ne të rriturit, sepse të rriturin e mashtron lehtë, ndërsa fëmijën e ke shumë problem. Ai gjithçka mat, gjithçka vlerëson, gjithçka, domethënë edhe shitsin market, edhe pemshitsi, edhe fqinji, edhe personi në ashensor që do të takojë e edukon atë, e bën atë person që është. Gjemi, frikë ose ndërgjegje? Mendoj se deri në një moshë ekziston një autoritet i cili tash nuk e di ata quaj frikë, po është një lloj frike e shëndosh që duhet të ekzistojë brenda fëmijëve. Jo ndëshkim, po një lloj frike se ti, për shembull, kur ta bësh një gabim në market, ta vjedhësh një çamçakës, për shembull, është gabim dhe ti duhet të trembesh se duhet t'ia çosh prap shitësit çamçakësit dhe duhet skuqesh pak. Duhet të ekzistojë kjo lloj frike. Era? Argjira, unë këtu prap do në lidhem të pjesa e përgjithësisë cilën e thamë, sepse ne duhet të rrisim fëmijët cilët e dinë që çka është e mira dhe e keqja, tash po i themi me dy terme sikur bardhë dhe zi, nuk është jeta vetëm bardhë dhe zi, mirë po duhet t'i mësojmë fëmijët të ndajmë të mirën dhe të keqen, duhet t'i mësojmë fëmijët të jenë me këmbë në tokë, edhe t'i bëjmë më empatik, mirë po edhe të dinë edhe të shprehin atë që e ndjejnë vetëm, edhe të kuptojnë të tjerët çfarë shprehin, të dinë që çdo veprim ka pasoja, prindrit nëse te i kalojnë të kuqen edhe nuk dënone, e thot shpëtova, tash nuk fëmijës ne vetëm japim një mesazh që nëse bëjmë vepra të këqija nuk dënohemi dhe nuk vjen një pasojë. Fatkeqësisht në shoqëri nëse s'ka frikë, ligjet nuk zbatohen. Një profesor imi thot ati respektojmë ligjet, ati zbatojmë, edhe ne kur i kemi thënë ati respektojmë, me thot se asnjë ligj s'respektohet atë. Duhet i kemi frikë këtyre gjërave sepse në fund të ditës ai fëmijë ndoshta do t'i bjen shumë pishman
për vrasjen që ka bërë, mirë po do të thanë do 12 vjet burg ndoshta në Shqipëri. Kështu që 12 vjet janë shumë për një fëmijë i Por cili që për mendimin tim është vendimi i drejtë. Vendimi i drejtë, mirë, po ai është ende i mitur edhe do të kalon moshën ku zhvillohet më së shumti, do ta merr në vend ku do të ketë shoqërinë më të keqe të mundshme, sepse burgjet janë universitet i kriminalitetit. Aty vetëm shtohet kriminaliteti. Kështu që për mua prindrit duhet i edukojmë njerë që fëmijët e tyre t'i rrisin me njohuritë mbi të mirën edhe të keqen dhe t'ju japin njohuri që çdo e keqe, çdo gabim ka pasoja. Ato t'jenë disiplinë. Çdo krim ka ndryshim. Shumë e thjeshtë. Ndërgjegjësim para frikës. Mendoj ndërgjegjësim është më e rëndësishme për atëherë do të kemi shoqëri të shëndosh kur do të jemi të ndërgjegjshëm për veprat të cilat i bëjmë, pse i bëjmë dhe si i bëjmë. Shpresoj që të kemi dhënë mesazhe të bukura përgjatë bisedës tonë sot. Unë ju falenderoj shumë të gjithave që ishit pjesë dhe që ndat pak në aspekte të ndryshme të gjithë për ta zhvilluar këtë bisedë që siç e thamë në fillim nuk ishte edhe shumë e lehtë për ta shtruar. Ju faleminderit shumë. Faleminderit. Ndërkohë ne miq këtu përfundojmë dhe me emisionin tonë Redaksia për këtë javë, bashkë do të shihemi sërish javën tjetër.